Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Në shpjegimin e emrave të cilësive të Allahut subhanahu wa taala, kemi vërejtë deri te cilësia e radhës, që është cilësia as-suratu. Pra për cilësive të Allahut subhanahu wa taala është se Allah ka pamje, ka surat, ka pamje. Allah subhanahu wa taala ka sura. Edhe kjo cilësi është cilësi vetore ose e qenjes të Allahut subhanahu wa taala, edhe cila pohohet përmes haditheve të sakta. Për haditheve që tregojnë për këtë është hadithi Ebu Said al-Khudri, është hadithi i gjatë që tregon se çka do ndodhë me besimtarët në ditën e gjykimit. Edhe në fund pejgamberi sa son thotë se ata do ta shohin Allahun subhanahu wa taala. Por para se me hinë xhenet, besimtarët kanë pa Allahun. Edhe pejgamberi sa tregon thotë fayatihimul jabbar, au do t'ju vi Jabbari. Pra Jabbar është për emrat të Allahut subhanahu wa taala që kemi sqaruar më herët. Fi suratihi, pra Allah subhanahu wa taala ka marrë aty në suretin e tina, ka marrë në formën e tina, allati ra'awhu fiha awwal marra, cilën e kanë pa herën e parë. Pra herën e parë është kur Allah subhanahu wa taala i ka nxjerr gjithë shpirtrat për shpinës së Ademit. Edhe kanë pa, thotë edhe Allah subhanahu wa taala ju vjen në këtë formë, cilën e kanë pa herën e parë. Edhe shohin Allah subhanahu wa taala. Fa yaqulu ana rabbukum, edhe kam i thonë unë jam Zoti juaj. Fa yaqulun anta rabbuna, edhe ta kanë thënë po, ti je Zoti jon. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Gjithashtu është hadithi tjetër që transmeton në Tirmidhi dhe në Musnad të Imam Ahmedit, që pejgamberi sa son ka thënë ra'aytu rabbi fi ahsani suratin, e kam pa Zotin tim në formën më të mirë, e kam pa Zotin tim në formën më të mirë. Këtë hadith po thotë ata transmeton Sham Tirmidhiu dhe Ahmedi për një numrit madh sahabeve, edhe është hadith sahih dhe si të saktë kanë shpall Buhariu, Tirmidhiu apo të thotë dietarët më vonë shumë është Ahmed Shakiri dhe Sheikh Albani, Allahu i mëshiroft. Ibn Qutayba në librin e tij Ta'wil Mukhtalaf al-Hadith, pra interpretimi i haditheve që në shikimin e parë mundën me kanë si të kundërta me njëra tjetrën, kështu është titulli i librit. Thot walladhi 'indi wallahu ta'ala a'lamu anna as-suratu laysa bi'ajab min al-yadayn wal-asabi' wal-'ayn. Thot unë mendoj se forma Allah subhanahu wa taala, apo forma Allah si cilësia Allah subhanahu wa taala nuk është më e çuditshme për mua. Tregon që nuk do të jetë e çuditshme as për muslimanin, nuk është më e çuditshme se sa kur flasim për dy durët e Allahut, apo për gishtat e Allahut, apo për syrin e Allahut e kështu me radhë. Po për arsye se vetë forma është të përbërë prej cilësive. Prandaj thot wa inna ma waqa al-ilfu li tilka limajiha fi al-Quran. Thot njerëzit kanë pranuar këto të fundit, po dy durët e Allahut, gishtat e syrin e kështu me radhë, për arsye se këto janë përmend në Kur'an. Wa waqa'at al-wahshatu min hadhihi li'annaha lam ta'ti fi al-Quran. Kurse sa i përket surës, do thot formës së Allahut subhanahu wa taala, thot njerëzit kanë filluar në farë mos me pranu ato, mos me pajtu me ato, për arsye se nuk u përmend në Kur'an. Thot wa nahnu nu'minu bil jami'. Thot mirë, po ne do të besojmë në të gjitha. Pa ato cilësi që kanë në Kur'an, edhe ato që kanë në sunetin e pejgamberit. Nëse hadithi është i saktë. Wala naqulu fi shay'in minhu bi kayfiyatin wala haddin. Mirë, po do të pasur kujdes se ne nuk themi për asnjë cilësi të Allahut subhanahu wa taala, nuk mundohemi me paraftiru ose me caktu formë, me dhënë formë apo me caktu kufi të caktuar. Por as nuk i japim formë, as nuk i vendosim kufi. Pra është çka ka çështë den Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po na e besojmë ashtu siç na ka lajmëruar pejgamberi që Allahu ka formë. Pra do të me besu këtë cilësi të Allah subhanahu wa taala. Abu Ya'la al-Farra në librin e tij Ibtalu at-Ta'wilat, Allahu mëshiroft, kur komenton këtë hadith thot i'lam an hadithin ra'aytu rabbi fi ahsani sura, fa po Zotin në formën më të mirë, thot i'lam anna al-kalama fi hadha al-khabari yata'allaqu bihi fusul. Thot dije se të folur rreth këtij hadithi i ka disa tema që do të di njeriu. Ahaduhuma, dhe të parën që përmend thot jawazu itlaqu surati alayh. Thot që lejohet me thonë se Allah ka sure, që Allah ka formë. Është lejuar pra me thonë që Allah ka formë. Kurse Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah, Allah mëshiroft,
në librin e tij Naqd Ta'sis ar-Razi, po shkatrimi apo prishja e parimeve dhe themeleve të razit, pra razi ka qenë prej atyre që i mohojnë cilësitë e Allah subhanahu wa taala, thot والوجه الخامس أن الأحاديث مع آيات القرآن أخبرت بأنه يأتي عباده يوم القيامة على الوجه الذي وصف أو وصف. فجث حديثة زباشكو مع آيات القرآن ترغوين se Allah subhanahu wa taala do t'ju vijë robërve datë në ditën e gjykimit në formën, në mënyrën që e ka përshkruar veten e tij. Thot wa inda haulai huwa kullu atin wa ma fi dunya wal akhirah. Wa amma ahlul ilhad wal hulul al khas. Kurse thot sa i përket istarëve të ilhadit, pra atyre që i mohojnë cilësitë e Allahut subhanahu. Ata që besojnë se Allah është mëshiruar me krijesat e tij. Po ka prej tyre që thonë se Allah mëshiron vetëm në disa krijesa të veçanta. Kalladhina yaquluna bil ittihad aw al hulul fi al masih. Thot ç'është puna me ata të cilët besojnë se Allah është bërë një, ose është mëshiruar me Isa alayhis salam, me Mesihin. Au Ali, apo me Aliun, po që besojnë disa tjerë. Au ba'd al mashayikh, apo që është bërë një me disa prej shehave. Po që besojnë disa prej tarikateve, shia dhe sufive. Au ba'd al muluk, bile do thonë shkojnë edhe më lart që thonë Allah është bërë një, është bashku, do thotë është unifikuar me disa prej mbretërve. Au ghayri dhalik, thotë edhe me disa tjerë që besojnë, thotë. وقد بسطنا القول عليهم في غير هذا الموضع. Thot na kemi fol kundër tyre në disa vende tjera. Fakat yataawaluna aidan hadha alhadith. Thot këta persona e interpretojnë këtë hadith kama ta'awaluhu ahlu al-ittihad wal hulul al-mutlaq. Thot ashtu që e interpretojnë ata që besojnë në unifikim edhe në mëshirim të përgjithshëm ose të pakufishëm. Ka propri atyre që shkojnë edhe më lart, thonë që Allah me gjitha krijesat u bën një. Thotë, çështë kanë interpretuar se kanë keq interpretuar ata këtë hadith, kështu veprojnë edhe këta, cilët besojnë vetëm në hulul të veçantë, pra që Allah është bën një me disa prej krijesave të tij. Ai thotë, likaunihi qala fa yatihim Allahu fi suratin, walakin yuqalu lahum. Thotë ata thonë që Allah do thotë vjen në një formë, mirë po jo në formën e vet. Don Allah subhanahu wa taala nuk ka formë. Kështu e interpretojnë ata këtë hadith. Mirë po thotë lakin yuqalu lahum. Mirë po thotë ne ju themi atyre lafdhu surati fi al-hadithi yani rahimahullah hadith ibn Abi Sa'id كسائر ما ورد من الأسماء والصفات التي قد يسمى المخلوق بها على وجه التقييد. Thotë kjo shpreha surja forma Allah subhanahu wa taala që është përmend këtë hadith, pra hadithën e Abu Sa'idit më lart që tregon se Allah ka mjaftuar njerëz në ditën e gjykimit ose besimtarë në formën e tij që e kanë pa herën e parë. Thotë kjo shpreha është një sikur se të tjerat që kanë bën me emrat dhe cilësitë e Allah subhanahu wa taala. Pra gjitha ose disa prej emrave të cilësive të Allah subhanahu wa taala ndodh nganjëherë që me të njëjtat emra apo me të njëjtat shprehje mu shujt edhe dikush prej krijesave. Mirë po kjo emërtim është vetëm në formë të caktuar, të kufizuar. Thotë wa idha utliqat ala Allahi mukhtassatun bihi. Mirë po thotë nëse këto emra dhe këto cilësi thuhen për Allahun, atëherë ato janë të veçanta për Allahun subhanahu wa taala. Po nuk i përngjasojnë krijesave. Pra se ata cilët e kanë mohu këtë sure kanë thënë që Allah subhanahu wa taala do thotë nëse themi ashtu, atëherë do thotë e ka Allah subhanahu wa taala në sure mirë po jo në formë të caktuar. Për arsye se ata kanë besuar që Allah subhanahu wa taala është mëshiruar apo është bën një me disa krijesave apo me gjitha krijesat. Atëherë thotë Sheikhul Islam i kundërgjigjet thotë, edhe nëse themi që do thotë edhe krijesa tjera kanë formë, mirë po forma e krijesave tjera është do thotë e kufizuar vetëm në ato krijesa. Kurse kur themi që Allah subhanahu wa taala ka formë, atë kjo është forma e veçantë për Allah subhanahu wa taala që nuk i përngjason asnjë prej krijesave tjera. Po kjo me atë formë veçohet vetëm Allahu subhanahu wa taala. Po njëjtë themi edhe për emrat e cilësitë tjera të Allah subhanahu wa taala. Mithlul alim, që është për shembull emri Allahut el alim i gjithdijshëm. Po njëri mund të më kanë alim, mirëpodia e njerit është e kufizuar. Kështu Allah është alim, dia e tij na përfshin çdo gjë. Thot wal qadir, që Allah është i gjithfuqishëm. Wal rahim, që Allah është mëshirëplot.
was-sami', që Allah shumë dëgjuesi, wal-basir, që Allah shumë shikuesi. Do të njeriu mund të qenë sami', që dëgjon, mirë po Allah është sami', dëgjon çdo gjë. Po këto cilësi edhe pse ose këta edhe pse mundën thonë edhe për krijesat, mirë po, do thot ata emra jetë vetëm të kufizuar, ose ato cilësi të krijesave janë shumë të kufizuar. Kurse kur thuan për Allah subhanahu wa taala, ato janë të veçanta për Allah subhanahu wa taala. Po përderisa qeni Allah subhanahu wa taala është e përsosur, ato edhe cilësitë e tij janë të përsosura. Sepse këto cilësi do thotë janë të veçanta dhe nuk i përngjasojnë asnjë prej krijesave të tij. Wa mithlu khalqihi bi yadihi, thotë njëjtë është se Allah subhanahu wa taala ka kriju pa Ademin me dy durët e tij. Wa istiwaihi ala al-arsh, wa që Allah subhanahu wa taala është ngritur dhe qëndron mbi arsh, wa nahwi dhalik. Po do të cilësinë gjashme me këto. Po asnjë prej këtyre nuk i përngjasojnë cilësive të krijesave. Po për këtyre fjalëve, Sheikhul Islamit neve na sqarohet se forma është për cilësive vetore apo qenjes të Allahut subhanahu wa taala, çysh janë do thotë cilësitë e tjera të Allahut subhanahu wa taala, të cilat pohohen apo me Kur'an apo me Sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kto nuk e bina si argument hadithin që është i njohur, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë khalaqallahu Adem ala suratihi. Allah ka kriju Ademin në formën e tij. Për arsye se dietarët çysh do thotë në fillim kanë mos pajtimin mes tyre se ky për emri ku i kthehet në formën e tij, ai kthehet Allahut apo kthehet te Ademi alayhis salam. Mirpo do thotë ajo që dihet që shumica e dietarëve të selefit, edhe ata që kanë pasur prej halefit, do thotë pit më vonë, ka thonë që për emri kthehet Allah subhanahu wa taala. Për shkak të xhilafit të mospajtimit, na nuk po përmendën si argument këtë hadith që Allah ka formë. Pastaj cilësive tjera të Allah subhanahu wa taala është edhe ad-dahiku, buzëqeshja. Pra që Allah subhanahu wa taala buzëqesh. Kjo është cilësi prej cilësive veprore të Allah subhanahu wa taala, me cilat vepron Allah subhanahu wa taala. Po nuk është cilësi qënësore, po do e kemi sqaruar këtë dallim më herët. Ka cilësi që janë veprore, ka cilësi që janë qënësore, e ka cilësi që janë edhe qënësore dhe veprore. Mirë po, do thotë, kjo buzëqeshja është cilësi veprore me cilën vepron nga një herë Allah subhanahu wa taala, në raste të caktuara kur dëshiron ai. Dhe është cilësi e khaberie, pra që do të gjithsesi të pohohet me khaber, do të me argument, me lajm pi Kuranit apo pi sunetit pejgamberit. Argument për këtë janë sunetet, hadithet e sakta. Për këtyre është hadithi e Abu Hurairës radhiyallahu anhu që transmetohet në Buhari dhe Muslim, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Yadhaku Allahu ila rajulayn yaqtulu ahaduhuma al-akhar." Fat Allahu buzëqesh për dy persona që cilët e mbysin njëri tjetrin, kilahuma yadkhulul janna. Mirë po thotë dy të kanë me hyrë në xhenet. Po njëri e mbyt tjetrin apo tjetri e mbyt të parën dhe kështu thotë dy të kanë me hyrë në xhenet. Çfarë ndodh kjo? Don kur kafira mbyt muslimanin ai shkon shahid. Pastaj më vonë kafiri hyn në islam dhe ky hyn në xhenet. Don Allah subhanahu wa taala thotë pe jason buzëqesh për këta dy persona ose me këta dy persona. Kjo është marrë kemi përmendur hadithin e Ibn Mesudit që transmetohen Buhari në Muslim, ku pejgamberi sallallahu ka treguar për njeriu në fundit që hyn në xhenet. Thotë Allah subhanahu wa taala kur t'i jep atij shpërblime të shumta, ka më thonë e thëmë hakubi, a mos po qeshti me mua, mos po buzëqeshti me mua, do të thonë, një tasme të më është e thës harubi, mos po përqeshti mua, e kështu më ratë. Këto janë argumente që tregojnë se ehli suneti dhe xhamati e pohojnë do të këtë cilësi të Allah subhanahu wa taala, ashtu që pohojnë cilësitë e tjera të Allah subhanahu wa taala, pra cilat kanë ardhur në Kur'an dhe në Sunet. Po çu e besojnë ato, pa temthil dhe pa tekif. Po pa i përngjasu me krijesat e Allah subhanahu wa taala, edhe pa i dhënë formë të caktuar këtyre cilësive. Pa i dhënë formë të caktuar, mirë po edhe pa i përqasu ose pa i krahasu, pa i përngjasu me cilësitë e krijesave tjera. Edhe gjitha këto cilësi që kanë në Kur'an dhe Sunet, ehli sunetit do të i besojnë edhe dorëzohen para tyre. Edhe i pranojnë ashtu që kanë në Kur'an dhe Sunet. Edhe thonë kullun min indi rabbina. Gjitha këto janë prej Zotit tonë. Që është bashkuar Allah subhanahu wa taala që do të jetë fjala e muslimanit për hadith ajete që kanë ardhur rreth këtyre gjërave apo rreth çështjeve të tjera. Pra gjitha duhet mi pranuar me thonë, jo mi kesh interpretuar ato, apo me shtrëmbru kuptimin e tyre, mirë me thonë gjitha këto janë prej Zotit tonë dhe na i besojnë, i pranojnë ato. Ibn Khuzaimah në librin e tij në Kitabut Tauhid thotë
Babun dhikru ithbati dhahiki Rabbina azza wa jalla. E sjell një temë, thot tema e cila tregon se do të pohohet buzëqeshja për Zotin ton azza wa jalla. Do të besohet, do të pohohet që Zoti është buzëqesh. Bila sifatin tasifu dhahikahu jalla thana'u. Do të mirë po pa i dhënë atë kësaj buzëqeshje të Allah subhanahu wa taala në formë të caktuar. Pa i dhënë në formë të caktuar. Po nuk do të më thonë që Allah buzëqesh këtë formë. Kjo është ndaluar. Wala yushabbahu dhahikuhu bi dhahikil makhluqin. Sa gjithashtu nuk do që buzëqeshjen e tij na përngjasu me buzëqeshjen e krijesave. Kjo është ajo që thamë herët, pa të mthilë edhe pa të kif, pa e përngjasu edhe pa e dhënë formë cilësive të Allah subhanahu wa taala. Wa dhahikuhum kadhalik. Po gjithashtu dhe buzëqeshja e krijesave nuk i përngjason buzëqeshjes të Allah subhanahu wa taala. Bel nu'minu bi annahu yadhhak. Thot ne besojmë që Allahu buzëqesh. Që Allahu buzëqesh. Kama allama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fa çush na kanë njoftuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa naskutu an sifati dhahikihi jalla wa ala. Ku se thot më mundu me ditë formën çush është buzëqeshja e Allah subhanahu wa taala, thot këtu heshtim ne. Nuk i shtina mend aty, nuk e paraftyrojnë, nuk mundu me paraftyroj çush është buzëqeshja e Allah subhanahu wa taala. Allahu azza wa jalla ista'thara bi sifati dhahikihi. Pra se thot Allah subhanahu wa taala këtë cilësi tina, pro buzëqeshjen e ka mbajtur fshat në veten e tina, po s'ja ka shfaq askuj për njerëzve. Askush nuk e din çush është pra buzëqeshja e Allah subhanahu wa taala. Wa lam yutli'na ala dhalik. Thotë nuk na ka dhënë dije rreth kësaj. Nuk na ka dhënë dije rreth kësaj. Fa nahnu qailuna bima qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam musaddiquna bi dhalik. Prandaj thotë ne themi ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E besojnë ato. Po dhe besojnë si të vërtet, bi kulubina munsitun, amma lam yubayyin lana mimma sta'thara Allahu bi ilmihi. Thotë edhe zemrat tona për ulën, për asajna që na ka treguar Allah subhanahu wa taala, e pranojnë ato, edhe thotë mirë, po thotë i pranojnë ashtu çush i ka thonë Allah subhanahu wa taala, dhe nuk mundohen me sqaru apo me ditë formën e tyre në kështu me radhë, përderisa Allah subhanahu wa taala dia rreth tyre ka mbajtur fshat në veten e tij. Abu Bekr al-Ajuri në librin e tij në Sharia thot babul imani bi anna Allah azza wa jalla yadhhak. Gjithashtu e sjell thot në temë të njëjtë, thot tema ose kapitulli i cili tregon se Allahu azza wa jalla kesh buzëqesh. Allahu azza wa jalla buzëqesh. A thot i'lamu waffaqana Allahu wa iyyakum lirrashad min al-qawli wal 'amal. Do dijeni Allah na dhon sukses thot në fjalët edhe veprat e sakta. Anna ahla al-haqq yasifuna Allah azza wa jalla bima wasafa bihi nafsuhu azza wa jalla. Thot se pasues të hakut, pasues të vërtetës e cilësojnë Allah subhanahu wa taala me ato cilësi që ai e ka cilësuar veten e tij. Thot wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Thot njëjtë me ato cilësi me cilat e ka përshkruar po cilësu i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Wa bima wasafahu bihi as-sahabatu radhiyallahu anhum. Thot me ato cilësi me cilat e kanë cilësuar sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha madhhabu al-ulama mimman ittaba wa lam yabtadi'. Thot kjo është madhhabi, kjo është drejtimi i dietarëve, cilët janë pasues të hakut, janë pasues sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E nuk janë prej atyre që kanë sjell bidate, që kanë sjell risi në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është drejtimi i atyre që pasojnë edhe nuk sjellin bidate. Wa la yuqalu fihi kayf. Mi po thot nuk dohet të themi si është kjo cilësi e Allahut subhanahu wa taala. Nuk do të mundohemi me ditë çysh është kjo cilësi e Allahut subhanahu wa taala. Bal at-taslimu lahu wal imanu bihi anna Allah azza wa jalla yadhhak. Mi po thot do të dorëzohemi para kësaj cilësie, ta pranojmë, ta besojmë se Allah subhanahu wa taala vërtet buzëqesh. Fala كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته رضي الله عنهم. Sepse kështu thot nuk është transmetuar pe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe prej sahabeve. Fala yunkiru hadha illa man la yuhmad haluhu inda ahli al-haq. Thot kët nuk e mohon askush, përveç atyre që gjendja e tyre nuk është e mirë të pasues të vërtetë. Po pasues të vërtetës gjendja e atij që i mohon këto cilësitë Allah subhanahu wa taala shohin se jo të mirë, po përfundimi i tij ka më qenë jo i mirë. Kur del para Allah subhanahu wa taala. Gjithashtu Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam kur i ka thonë atina
hadhihi al-haditha allati tura, thot këto hadithe, të cilat po na transmetohen pi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është ar-ru'yatu, shikimi i Allah subhanahu wa taala, wal kursiyu mawdi'u al-qadamayn, dhe që kursi është vendi ku Allah i lën dy këmbët e tina, wa dhahiki rabbina min kunuti ibadihi, dhe që Allah subhanahu wa taala buzëqesh kur robi i tij, do thot fillon me hub shpresën te Allah subhanahu wa taala, mirë po ndihma Allah është afër. Që është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregon se Allah subhanahu wa taala buzëqesh me robët e tij kur për shkak fatkeqësive, vështirësive të shumta që i ka godit, ai fillon me hub shpresën, kurse çlirimi dhe do thot ndihma Allah subhanahu wa taala është afër tina. Wa inna jahannama tamtali wa ashbahu hadhihi alhadith, thotë që xhehenami ka mbush kur Allah subhanahu wa taala vendos kamën e tij në xhehenam. Edhe hadithe rreth, do thon ngjashme me këto. Çfarë thon ai? Allah më shëroft thon hadhihi alhadithu haqq la shakka fiha. Këto hadithe janë të sakta, janë të vërteta. Janë hak, nuk ka kurfar dyshimin to. Rawaha thiqatu ba'dhum an ba'd. Po ti kanë transmetuar njerëz të besueshëm, njëri prej tjetrit derisa kanë ardhur tek ne. Po do të pranohen se hadithet sakta do të besohen ato. Për cilësive tjera të Allah subhanahu wa taala është që Allahu përshkruhet që është et-tabibu, mjeku. Po për cilësive të Allah subhanahu wa taala përshkruhet që Allah është et-tabib. Për cilësia Allah subhanahu wa taala pohohet me hadith të saktë. Po nuk themi që është emri i Allahut, mirë po është cilësia e Allahut. Çfarë kuptimi ka vërtet kjo tabib, tash kena më kuptu. Hadithi që tregon për këtë është hadithi e Buramtha radhiyallahu anhu, i cili tregon se i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Erini hadha alladhi bi dhahrik." Ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam diçka problem në shpinën e tina. E ka thënë ma tregoj çfarë problemi ke në shpinën e tina. Fa inni rajulun tabib. Për arsye se unë jam njeri mjek. Unë jam mjek. Atar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë Allahu et-tabibu. Allah është et-tabib. Të njoti, Allah është tabib. Bel anta rajulun rafiq. Mirë po thotë ti njeri i but. Njeri i but. Tabibuha alladhi khalaqaha. Thot mjeku i kësaj smundje ose i shpinës tëm është ai i cili ka kriju. Kjo është hadith sahih. Do të transmeton Abu Davudi, edhe Imam Ahmedi, gjithashtu edhe Ibn Hibani. Sheikh Albani në librin e tij Silsilatu Sahiha thotë që është hadith i saktë, gjithashtu edhe Ahmed Shakiri në korrigjimet që ka bërë haditheve të Musnedit Imam Ahmedi. Gjithashtu Aisha radhiyallahu anha tregon, thotë: "Thumma marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Thotë kur është smu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur është smu, është kjo ka qenë smundja për cilës ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thotë fa wada'tu yadi ala sadrihi. Thotë ona kam vendos dorën time në gjoksën e tij. Fa qultu, është lut Aisha: "Idhhab al-bas rabb an-nas." O Zoti i njerëzve, largoje këtë vështirësi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Anta at-tabibu, ti je tabibi. Anta ash-shafi, ti je shëruesi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mirë po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht thoshte: "Ilhaqni bir-rafiq al-a'la." Ilhaqni bir-rafiq al-a'la. O Allah, më shoqëro, më bashko me shoqërinë më të lartë, më bashko me shoqërinë më të lartë. Pra me laqet edhe me pejgamber të Allah subhanahu wa taala. Këta transmeton Imam Ahmedi, edhe kjo është hadith sahih. Ibn Faris, një dietar i gjuhës, në librin e tij në Mu'jam Maqayis al-Lugha, pra është libër i gjuhës arabe, thotë: "At-tibbu huwa al-ilmu bi shay." Po tibbi çfarë është? Për cilës rreth kjo cilësi Allah subhanahu wa taala, thotë është dija rreth diçkaje. E pas dija rreth diçkaje. O rajulun tabba wa tabibun. Kurse thot një njeri nëse themi që është tabib, ata thot qëllimi është alimun hadik. Themi që është ai është dietar i shkaft, i Zotit. Pra tabib është ai që ka dije të madhe. Tabib është ai që do thot është dietar, edhe ka do thot është i shkaft, është do thot i Zotit në lamin e tina. Pastaj Azhariu në librin e tij Tawhibul Lugha, pasi që përmend këtë hadith që sjellëm në hadithin e parë, hadithin e Buramthos, ku pejgamberi sa son thot tabibuha alladhi khalaqaha, tabibi i shpinës time është ai i cili ka kriju, thot ai manahu qëllimi i kësaj cilësie të Allahut subhanahu wa taala është el-alimu biha khaliquha alladhi khalaqaha la ant. I dishmi rreth kësaj smundje ose që ka dije rreth kësaj smundje është ai i cili ka kriju, pra Allah subhanahu wa taala, jo ti. Allah është ai që ka dije,
rreth saj smundje dhe si shërohet ajo. Jo ti, do thotë si njeri. Kurse dietari Shamsuddin al-Haq al-Abadi në librin e tij në Aunul Ma'bud, që është komentim i Sunenit Tirmidhiut, thotë Allahu at-tabibu bal anta rajulun rafiq. Po pejgamberi sa son thotë se Allahu është tabib, pra Allahu është ai që ka dije rreth saj smundje, edhe si shërohet ajo. Mirë po thotë ti burr i but. Po qëllimi është që ti sillesh me butësi, do të thotë me fjalë të mira me pacientin. Po kjo është do thotë profesioni mjekut. Ai do të promovoj mos sjell me butësi, me fjalë të mira, me marrë me të mirë pacientin kështu më radh. Thotë kjo është ajo që ti din. Sikurse thotë ai i cili ka dije rreth smundjes dhe si shërohet ajo, do thotë dije në origjinë dhe që ka dije do thotë mjaftueshme se si shërohet ajo është Allah subhanahu wa taala. Thotë Allahu huwa yubri'uhu wa yu'afi. Thotë Allah është ai i cili e shëron edhe ma largon edhe do thotë në falmire do të më qenë selamet për kësaj smundje. Pra te je vetëm si shkak. Allah është tabib, pra Allah është ai që e shëron. Allah është ai që ka dije rreth kësaj smundje edhe si shërohet ai. Po kjo është gjithashtu cilësia Allah subhanahu wa taala që pohohet me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për cilësive tjera të Allah subhanahu wa taala është at-tayyu. Pa që Allah subhanahu wa taala i palos. Kjo cilësi ka ardhur në ajet edhe në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është cilësi fi'lije, pra është cilësi veprore, me cilën edhe ikhtirarie, me cilën Allah subhanahu wa taala vepron kur dëshiron ai. E kjo Allah subhanahu wa taala ka njoftuar se kështu do të veprojnë ditën e gjykimit, kur do t'i palos ose do t'i bashkoj, do t'i bëj bashk qejt në të djathtën e tina. Në përësoj cilësia inshallah do të flasim më vonë, kur do të flasim për grushtin e Allah subhanahu wa taala. Pra që toka do të jetë ditën e gjykimit në grushtin e Allahut subhanahu wa taala. Për cilësive tjera të Allah subhanahu wa taala është se Allah është at-tayyibu, është i miri, i mrekullueshmi. Kjo është cilësia e Allah subhanahu wa taala. Prandaj nuk ka të keqe, thotë që Allah subhanahu wa taala të cilësohet që është at-tayyib, i miri apo mrekullueshmi, gjithashtu është edhe emri i Allah subhanahu wa taala. Pra njëkohësisht është emri i Allahut, edhe është cilësia e Allah subhanahu wa taala që pohohet me sunet ose me hadith të saktë. Allah është at-tayyibu, i miri apo i mrekullueshmi. Hadithi që tregon për këtë është hadithi e Abu Hurajrës, që transmetohet në Muslim, Sahih Muslim, ku pejgamberi sa ka thonë ejuhan nas, o ju njerëz, inna Allaha tayyibun, Allah është i mirë, la yaqbalu illa tayyiban, nuk pranon asgjë tjetër veç atë që është e mirë. Allah është i mirë, e nuk pranon asgjë tjetër veç atë që është e mirë. Po cilat janë këto gjëra të mira që i pranon Allah subhanahu wa taala, do t'i sqarojmë më poshtë. Nawawi në komentimin që e bën Sahih Muslimi thotë, qala al-qadhi. Qadhi Iyad ka thonë, do dietari i njohur, at-tayyibu fi sifati Allah ta'ala bi ma'na al-munazzahu 'an an-naqa'is. Po të themi që Allah është tayyib, është i mirë. Edhe kjo është cilësia Allah subhanahu wa taala, atë kuptimi është se Allah është i pastër. Allah është i lartësuar prej mangësive. Allah është i pastër prej tmetave. Wa huwa bi ma'na al-Quddus. Sot e ka të njëjtin kuptim se kurse emri i Allahut el-Quddus, i shenjtë. Po që Allah është i lartësuar, i pastër prej tmetave. Wa aslu at-tayyibi, kurse do të origjina e kësaj shprehje është az-zakatu wat-taharatu was-salamatu min al-khubuth. Po që dikush të jetë i pastër, i lirë prej gjërave të këqija, prej gjërave të papastra, prej gjërave të flishta. Kjo është kuptimi, do të thotë në origjinë i kësaj shprehje. Kurse si cilësia Allah subhanahu wa taala kuptimin e ka që Allah është i pastër, i lartësuar, i shenjtë prej tmetave dhe prej mangësive. Njëjtë atë fjalë thotë edhe Ibn al-Qayyim, vërtet Mubarak Furi në librin e tij Tuhfatul Ahwadhi, pra që është librave me komente më të mirë, thotë qala al-Qadhi rahimahullah, thotë gjithashtu transmeton pi Qadhi Iyad, Allahu mëshiroft, thotë at-tayyibu dhiddu al-khabith. Thotë at-tayyib i mirë është i kundërtë i të keqt. Thotë fa idha wasafahu bihi ta'ala urida bihi annahu munazzahun 'an an-naqa'is muqaddasun 'an al-afat. Mi po thotë kur e përshkruajnë Allah subhanahu wa taala me këtë cilësi, atë qëllimi është se Allah subhanahu wa taala është i pastër, është i lartësuar prej tmetave, edhe Allah subhanahu wa taala është i shenjtë, pra nuk ka asnjë mangësi, nuk ka asnjë cen, asnjë tmet. Kjo është qëllimi, do thotë at-tayyib. Wa
وإذا وصف به العبد مطلقا أريد به أنه المتعري عن رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال والمتحلي بأضداد ذلك. Mirë po thot kur themi për një njerëz që për njeriu tash këtë rast se cilësi i tij që është i mirë, atë qëllimi është që është i pastër prej moraleve të tulta, prej sjelljeve të tulta, prej veprave të shëmtuara. E thot është i zbukuruar apo është i veshur me të kundërta të kësaj. Pra do thot ka cilësi të mira, ka sjellje të larta kështu më radh. Prandaj kur Allah subhanahu wa taala në hadith tha që Allah është i mirë dhe nuk pranon të mirën, po Allah nuk i pranon veprat e këqija. Allah nuk i pranon moralet e sjelljet e ulta, e kështu më radh. Gjithashtu thot wa idha usifa bihi al-amwalu urida bihi kaunuhu halalan min khiyar al-amwal. Kur themi për pasurinë tonë që ajo është e mirë, atë qëllimi është që ajo është halal. Do të shfituar me halal, është pi pasurisë më të mirë, pra më zgjedhur. Pra arsye se u fitu me halal dhe shpenzuar halal. Prandaj edhe hadithi më lart që tha se Allah është i mirë, e pranon vetëm të mirën, pra pranon vetëm atë pasuri që u fitu me halal, edhe ke shpenzuar halal. Po për këtë pasuri do të kesh problem te Allah subhanahu. Kurse pasuri që u fitu me haram, edhe nëse ti ndihmon tjerëve, nuk pranohet te Allah subhanahu. Nuk pranohet si sadaka ajo. Për arsye se ke fitu me në rrugë të haram, ndalume. Gjithashtu nëse ke fitu halal kurse ke shpenzuar haram, do të ajo nuk pranohet Allah subhanahu taala, mirë po do të ndërshkosh për atë. Kurse Ibn al-Qayyim në librin e tij në Sawa'iqul Mursala thot: "Innahu subhanahu yuhibbu sifatihi." Po Allah subhanahu wa taala përveç që ka cilësi edhe i don cilësitë e tij. Allah i don cilësitë e tij. Kema qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa çush ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuun tuhibbu al-'afwa. O Allah, ti je shumë falës, edhe don faljen. Pra Allah subhanahu wa taala përveç që është falës, edhe don faljen. Edhe thot, wa qala gjithashtu pejgamberi ka thënë, inna Allaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah është i bukur, edhe don bukurinë. Pra Allah është i bukur edhe don bukurinë. Wa qala ka thënë gjithashtu, inna Allaha tabibun la yaqbalu illa tayyiban. Edhe përmend këtë hadith thot, pejgamberi ka thënë që Allah është i mirë, edhe nuk pranon asgjë tjetër veç që është i mirë. Pra Allah është i mirë edhe i don ato gjëra që janë të mira. I don ato sjellje, ato morale që janë të mira, që janë të larta, i don ato pasuri që janë fitu me halal, edhe në shpenzuar halal dhe kështu me radhë. Nëse për sonte inshallah po mjaftoj me kaq, ndërsa të ardhshme do të vazhdojmë me cilësi tjera, cilat do të fillojnë me shkronjën dha. Po deri këtu ishin cilësitë që fillojnë me shkronjën ta arabisht. Dhe fundit ishte e tayyibu. Do të thonë cilësitë që kemi çeka më herët, cilësitë Allah subhanahu wa taala sipas renditjes shkronjave të alfabetit arab, edhe kemi filluar me marrë dhe me sqaru, çu shka në Kur'an dhe Sunet. Ndërsa tashmë inshallah do të fillojnë cilësitë që fillojnë me shkronjën dha, me dhënë e fortë në arabisht. Allahu alem wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.